Vion në Ukrainë, madje Kievi 48 orë më parë u përfshi nga një sulm masiv që zgjati mbi 5 orë, sulmi më i madh që nga fillimi i luftës nga goditjet e koordinuara të Rusisë. Ne do të kemi një raportim të drejt për drejt në këto momente me të vetmin fakt gazetar shqiptar i cili raporton dhe ndjek nga afër situatën e luftës në Ukrainë. Është Vudi Gjumshiti në këtë lidhje të drejt për drejt. Vudi, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje, faleminderit që më ftoni. Unë ju vlerësoj në fakt sepse ju keni qenë edhe në Siri, kur keni ndjekur luftën atje, kjo për shkak të profesionit, por ndodheni edhe në Kiev. Si është situata sot dhe pse është konsideruar sulmi një ditë më parë si më i madhi nga ana e Rusisë në drejtim të Kievit? Situata aktualisht është e qetë. Ditët e djeshme kemi pasur vetëm një alarm që na tregonte se duhet të shkonim në për podrume, ndërkohë që gjatë natës ka qenë qetësi. Por megjithatë Rusia megjithatë ka tëlmuar Odesën dhe Kharkivin. Deri më tash informacionet e para janë që janë 2 të vrarë nga këto sulme. Rusia kohëve të fundit është duke i targetuar caqe civile, kryesisht njerëzit civil po vdesin, të cilët do të jenë duke fjetur në banesat e tyre në kohët e mesnatës dhe pas mesnatës, kur raketat ruse po vinë ose dronët në drejtim të Ukrainës. Deri më tani kjo është situata. Ka një lloj konferencë që është duke zhvilluar në Odesa. Është një vizitë paralajmëruar e presidentit serb Aleksandar Vučić. Mediat ukrainase janë të vetëdijshme se zoti Vučić është një prej proksive të Rusisë në Ballkan. Të gjithë kanë vëmendje të shtuar se çfarë do të ketë si rezultati i asaj vizite. Jemi kurrështar ta dimë nëse do të ketë ndonjë marrëveshje apo ndonjë premtim të ndonjë zhvillimi të situatës. Ajo çka është e ditur mirë në rrethin mediatik të mediave ukrainase është se Vučić është njeri i cili është duke e zbatuar një gjeopolitik strategjike të Kremlinit zyrtar, e cila është si pasojë e marrëveshjes së tyre me Kremlinin në shtator të vitit 2022. Ku vetëm një vit pas asaj marrëveshje të nënshkruar, Kosova u përball me një përpjekje të aneksimit të veriut të saj nga ana e Serbisë, një taktike e njëjtë me atë të Rusisë kur ata aneksuan Krimen në vitin 2014. Gjumshiti, më shumë sulmet ruse janë përqendruara në Odesa dhe në Kharkiv apo edhe në Kiev her pas here? Kievi është një prej targeteve të kryesore, mirë po në Kiev zakonisht sistemi mbrojtjes ajrore është shumë i fuqishëm, më i avancuar, edhe një pjesë e madhe e dronëve dhe raketave që duket se mësyejnë pallatin presidencial, nuk po arrin të depërtojnë përtej rrjetit ku sistemi ajror i mbrojtjes është instaluar. Ndërkohë që është një mekanizëm i ndërprerjes ose shkaktimit të konfuzionit të sistemit të GPS-it, sistemit të destinacionit nëpërmjet hartave, edhe me gjas një pjesë e madhe e dronëve që po përpiqen të vinë në drejtim të pallatit presidencial. Ato po e humbin drejtimin si pasojë e atij sistemi që ka të instaluar Ukraina. Edhe rrjedhimisht në saj të faktit që mbase pilotët që i drejtojnë këto dronë po shohin që nuk mund ta gjejnë pallatin presidencial, duke qenë se GPS-i nuk është duke funksionuar në momentin kur hyn në zonën e ndalimit, ata pastaj në një lloj frustrimi po i drejtojnë dronët në drejtim të caqeve civile, ndërtesave rezidenciale. Sa mund të rezistojë Ukraina nga sulmet që vijojnë ruse, nga ajo që ju keni parë apo keni marrë informacion, se shpesh ndjekim deklaratat presidentit Zelenski i cili bën thirrje europianëve që të ndihmojnë Ukrainën? Fatkeqësisht demokracia perëndimore ka lënë mbrapa pas dore Ukrainën në atëherë kur Putini aneksoi Krimen.
Në përshtypjet e mia është që gjithashtu e ka bërë të njëjtin vendim edhe veprim edhe në rastin e sulmit të plot, të përpjekjes për pushtim të plot në vitin 2022, kështu ka vijuar me 23, 2024 dhe 2025. Përshtypjet e mia janë që Perëndimi nuk ka interesim të qartë ose kurajo për ta mbështetur Ukrainën në atë mënyrë sa Ukraina ti dëboj nga territori i saj forcat ruse. Po të ishte mbështetja e plot dhe pa kompromis e Perëndimit ndaj Ukrainës për të dëbuar forcat ruse nga Ukraina, kjo do të kishte ndodhur. Madje nuk do të kishte ndodhur as 2022-ta, sikur të kishte një mbështetje të tillë në 2014-ën. Ukrainasit janë të entuziazmuar, janë të interesuar të luftojnë, por nuk janë të interesuar që kjo luftë të vazhdojë, sepse janë bë më shumë se 3 vite që kjo situatë është duke e qjerr durimin secilit njeri që jeton në këtë hapësirë. Ndërkohë që është e kuptueshme edhe kjo mënyra se si këta po rezistojnë tani, është me mbështetje të Perëndimit. Po Perëndimi në përshtypjet e mia nuk është aq i sinqert në mbështetjen e tyre ndaj Ukrainës, sepse po japin furnizime me armatim dhe me mjete të tjera të nevojshme logjistike ushtarake, aq sa për të mundur ta vazhdojnë rezistencën, por jo aq sa duhet për t'i dëbuar mbrapa, për t'i kthyer mbrapsht forcat ruse nga territori ukrainas. Xhumshiti, ju thatë që rusët godasin më shumë deri tani, pra edhe duke mos kurcyer pra popullsinë civile. Kur bie alarmi për shembull që qytetarët në mbrëmje duhet të futen në shtëpi apo në vend strehime të sigurta? Sigurisht kur bie alarmi, rekomandimet janë që të mos e injorosh, shkoni në vend strehime, në tokë, në podrume të ndryshme. Pastaj janë edhe metrot, ku besohet se janë të forta, me ndërtim të fortë, ashtu sa për të mundur të shpëtoj njeriu nëse do të bie ndonjë raketë në atë hapësirë. Mirë po, një pjesë e madhe e popullsisë tani më është bërë një lloj rutine që të dëgjojmë alarmet për çdo ditë. Edhe unë kam filluar të injoroj, përpiqem të hap dritarën, të dëgjoj zhurmat, të identifikoj zhurmat se nga po vinë, në mënyrë që ta bëj një lloj vlerësimi nëse zhurmat më japin informacion të mjaftueshëm për ta kuptuar a është lagja në cilën unë jetoj e rrezikuar apo mund edhe ta injoroj alarmin. Në rastin e pasdites para kësaj mbrëmjes, para 2 ditëve, situata ishte e tillë, domethënë që nuk mund ta injoroj alarmin sepse në lagjën në cilën jetoj fillonin të binin dronët. Edhe duhet të shkonim në vend strehim poshtë ndërtesën në cilën jam duke jetuar. Tani ajo mbrëmje rezultoi me shumë njerëz të vdekur në Kiev, edhe me zjarre të cilat nuk mund të shuheshin edhe gjatë ditës së djeshme për shkak të numrit të madh të raketave dhe të dronëve që kishin ardhur në një përpjekje për ta sulmuar pallatin presidencial. Armëpushimi duket larg. Kjo është urdhro? Armëpushimi duket larg dhe goditjet e Rusisë janë pa paralajmërim apo jo? Nuk ka armëpushim, nuk mund të ketë armëpushim në këtë gjendje që është marrëdhënia e Rusisë me Ukrainën. Rusia është interesuar ta pushtojë plotësisht Ukrainën dhe kushtet të cilet i ka paraqitur presidenti Putin ndaj presidentit Zelenski janë të paimagjinuara që Ukraina ndonjëherë do t'i plotësojë. Është më pak kur ata i kërkojnë që Perëndimi të ndërprej të gjitha marrëdhëniet me Ukrainën në raport me logjistikën ushtarake. Putini po e kërkon atë, po bën kërkesa të pamundura për të plotësuar nga ana e Ukrainës dhe nga ana e Perëndimit. Dhe edhe sikur këto kërkesa të plotësoheshin, Putini nuk është një president i cilit mund t'i besohet. Ai ka thyer gjitha premtimet për cilat dhe marrëveshjet me cilat është marrë vesh Perëndimi me të. Ai është interesuar ta ripushtoj Ukrainën dhe në një farë mënyrë ta kthejë një lloj sovjetizmi të hershëm prap, një lloj imperializmi rus të bëj ringjalljen e imperializmit rus. Ai nuk e fsheh këto, e ka thënë disa herë në konferenca të ndryshme dhe fjalimit që i ka mbajtur nëpër universitete të ndryshme. Por unë mendoj që
megjithatë, mediat shqiptare përveç që duhet të interesohen se çfarë po ndodh në Ukrainë, ato duhet të rreqin edhe paralelet se çfarë po ndodh në Ballkan. Sepse Ballkani është zakonisht i rrezikuar, duke qenë se Serbia zyrtare është duke zbatuar një politikë me të cilën është marrur vesh me Kremlinin zyrtar për bashkërenduar politikat e jashtme në rajon të Ballkanit perëndimor në favor të interesave strategjike të Rusisë. Dhe ne ato e pam vetëm një vit pasi e nënshkroi këtë marrëveshje në shtator të 2022 e në shtator të 2023 Serbia sulmoi Kosovën. Serbia ka vazhduar bëj agresione të ndryshme me taktika të ndryshme edhe në infrastrukturë civile në Republikën e Kosovës. Prandaj sa më shumë që media shqiptare interesohen për këtë situatë, për të tërhequr paralele dhe për të vëzhguar veprimet e politikës së jashtme të Serbisë në rajon, aq më mirë publiku shqiptar do të informohej, mbase dhe politika shqiptare do të informohej me qartësi dhe ta kuptojë se politika e tyre jashtme agresive ndaj Kosovës dhe në favor të Serbisë duhet të ndryshojë. Me qatë, Gjymshiti, si është jeta tani në Ukrainë, në këto momente, ka lëvizje të qytetarëve, për shembull, ora aty shënon mos gaboj 12:45 sepse është një orë përpara nga Shqipëria. Ka lëvizje qytetarët vazhdojnë me ditën dhe rutinën e tyre të përditshme, se zakonisht njerëzit shkojnë në punë, shkojnë në shkolla, vinë në shtëpi, dalin në kafe për të pirë kafe. Siç thash edhe më herët, shumicën e rasteve ignorojnë alarmet, pos nëse dëgjojnë ndonjë zhurmë të ndonjë droni që është duke fluturuar në qiell. Disa vrapojnë për të parë në qiell nëse ka për arsye kurioziteti besoj, disa të tjerë vazhdojnë në strehime të ndryshme. Ndërkohë që ne gazetarët që kemi edhe për detyrë dokumentimin e saj, edhe ne përpiqemi të shohim se ku është e ku s'është, që të marrim pamje se çfarë bëhet. Po gjithashtu e kuptueshme ne jemi më të përgatitur në raport me idenë e taktikave të lëvizjes për të futur tek strehimet tona, por edhe jemi të pajisur me helmeta, me jelek antiplumb, të cilat nuk i mbajmë vazhdimisht, po në rast të ngritjes së alarmit i veshim ato, edhe çarkullojmë atje ku kemi për të shkuar. Vudi Gjymshiti, unë të falenderoj. Faleminderit, do të jemi edhe herë të tjera së bashku dhe punë të mbar. Lutem shumë, faleminderit. Faleminderit. Ishim me gazetarin shqiptar Vudi Gjymshiti, live nga Kievi në Ukrainë, i cili është prej disa ditë